Sa i përket smundjeve të ndryshme që ne bëjmë njoftimet dhe ndërgjegjësimet, ne bëjmë një evidentim dhe kontroll të situatës si në vendin tonë, po dhe në rajon. Domethënë, nëse ka shpërthime në vendet fqinje ose në rajon dhe ne kemi për të marrë masat parandaluese të këtyre smundjeve, ne bëjmë ndërgjegjësimi për fermerët që të kenë kujdes për kontaktet, lëvizjet dhe transmetimin e këtyre smundjeve. Për sa i përket smundjeve që ne fokusohemi dhe kemi i ndajmë ato në masat profilaktike që bëjmë ne si shërbim veterinar, që fokusohemi më shumë tek pjesa e zoonozave dhe janë pjesët e transmetimit të tyre. Gjithashtu, vështirësia e këtyre smundjeve që ne mund t'i prekim pak më poshtë, është edhe përsa i përket smundjeve ndërkufitare, të cilat janë më vështirë të menaxhueshme dhe do një koordinim si me strukturat tona dhe me këto homologe në rajon. Qartë.